something to look forward to. Absolutely. I remember I was covering some really awful forest fires in Australia. It's really difficult to find food where we were out. And one of the cameramen, he knew someone who lived on a farm. Went up there and he cooked up a breakfast for us. Mushrooms, scrambled eggs. I mean, sounds very basic and boring, but when you haven't had much food for a while, it's absolutely delicious. Little button mushrooms. Can't eat anymore. Tutti mami. Hadi mami. Hadi. Hadi. Adli. Ti bakalım hadi. Hadi hadi. Sevlayım. Hadi. Hadi. Koş. Siri mutlusun. Koş mutlu. Zebrayım. Siri babit. Baba, bravo. Pula? Si bang pula? Papa. Matya? Na, Matya. Koyot. That was the inspiration. Spatola dança. Bem pra puxar. This is the only way they can suppress these protests. That's the thing, isn't it, Caroline? What a painful process for a long time. That's right. He's very far from being alone. He's very scared in Iran right now. He is far from alone because of the continuing internet blackout. He still don't know exactly. Go. Та шити картони? Шити картони. Мама. Ти ми убили смолен? Po, ashtu bëhet molla. Bravo. Vizën? Jo, aty te molla, brenda mollës. Bravo, shumë bukur. Shumë bukur. Ta mori në ma e vogël, se nuk e bëjnë. Është e vogël molla, po. Picja fue modli. Gjelojme. Picja fue modli. Prita, frutile që. O zot, o drit. So kërgjë. Në që mami ti. Na, che c'è nuccia? Picia fuori modli? Dritta io. Kur shkoj Korali te shtëpia, mbas pak orësh, erdhi edhe i liçi te shtëpia e Koralit, edhe të lokitit e dera. Si... Ashtë trokiti i riqi? Te kisha unë për ty. Bë edhe njerë si trokiti i riqi? Tak, tak, tak. Si trokiti? Ta, 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 ta. Ta, ta, ta. O zoti madh.
Shpirti. Të dashur miq, përshëndetje dhe mirë se erdhët në një video të re. Nuk të doja që ta hapja këtë video në këtë gjendje si që jemi unë edhe Korali tani. Besoj duket nazari. Më ka zënë pak gripi, por gjithsesi e kam kaluar kështu në këmbë. Zakonisht mua nuk më zën kollaj griprat, edhe nëse më kapin pak, i kaloj kështu shumë lehtëshëm. Mund të ketë edhe vit ose dimër që nuk më zë fare gripi. Si vjet, na kapi pak, e ka sjell Kataleja në fakt, ka qenë 2-3 ditë më përpara. Kataleja me një temperaturë të lehtë që zjati diku te 24 orë, dhe të njëjtën gjë më ka zgjatur edhe mua me një temperaturë të lehtë diku tek 24 orë. Por thjesht kjo gjendja e kështu hundët, edhe pak ajo temperatura e lehtë që t'jep ethe njerëz si fillim. Kjo e grindur ka qenë, po tani është bërë edhe më e grindur, me të drejtë në fakt, nga që ka pasur temperaturë këto ditë. Mendoj që edhe Korali e kaloi sepse sot ka qenë më mirë edhe nuk ka pasur temperaturë, që nga ora 11 i natës. Kataleja ne kemi të kopshti, do të shkoj babi pak më vonë që ta marri, dhe njëkohësisht sot babi niset për në Shqipëri për gati një javë. Pra sot shkon në Londër edhe nëse herët në mëngjes ka avionin. Kështu ne do të shihemi në ditët në vazhdim. Shikoni se ka filluar mimoza të qeli. Isha duke ndektur te divani edhe hodha syt, nuk e kisha parë në fakt, po ndoshta këto 2-3 ditë që ka filluar t'i hapi këto, t'i bëj më të verdha. Sa bukur. Kështu të mbyllura ka që kur e kemi bler, kështu i ka pasur. Ndoshta edhe pak më të vogla, po mbase në koha që është e ftohtë i kam mbajtur të kurrura, po unë po çuditem si ka mundësi që ka çelur tani, sepse ftohtë është akoma. Edhe jemi në janar, edhe këtu nuk bëhet fjalë që kjo të çelte në janar, se në Shqipëri po kanë çelur edhe i çelin edhe në janar. Nga që ka diell edhe ngrohtë, po ndoshta kjo është një lloj që i përshtatet vendit këtu, se nuk ka mundësi si është bërë. E madje në ato ditët që ka pasur ngrica, vetëm 1-2 ditë më duket i hodhëm një nga ajo mbulesa, po pastaj e hoqëm edhe ka pasur ngrica prapë, edhe si ja kemi vënë edhe nuk e ka prishur fare, sa që ka filluar dhe të çeli. Nuk e di nëse ka aromë, unë tani jam me gripë edhe s'ndjej shumë, po unë mendova t'i marr pak erë nga afër, unë nuk ndjeva gjë, mendoj që e kam nga gripi, po ta shoh në ditët në vazhdim. Këtu e ka thënë që do të bjerë borë prap, edhe besoj ngrica po, se këtu bje deri në prill e kemi me borë, ka mundësi që të kemi dhe ngrica deri në prill prap. Edhe çuditem tani se si do t'i mbaj kjo kështu të çelura. Korali, क्या गेम है मैम? जिम गई थी. Ale nuk e bën doti, është e vështirë. Është vështirë. Se bën dot Korali, mos e prek me dorë mami. Korali sa është ngritur në gjumi. Në që po bëjmë ne aty? Qofte. Qofte Play-Doh. Po jo, nuk është Play-Doh. Dhe po më duket si Play-Doh më. Po ashtu të duket. Me mamin bëlëm qofte. Po ne të bëjmë qofte se kemi mishin. Dhe Fletinuse. ma me pisu bukuarit me kandal. Me kandal, po. Që të po bëndi? Të po bë video? Po. Në qofte se mami po kon në koalin,
Unë të plesi sa të baloj kali supën edhe Po. në ko, mamita edhe aty të ngjela se të pjeket, Të skuqim qoftet. të skutin qoftet, basi ku do skutin qoftet, mam, e për të fotos, sa dhe fotos, më jap qik, Qa? këtë, si ban telefoni, mama, më jap qik. Atë kam balecin që bën telefon. Po. E kemi la. Sot është në dakët. Telefoni në qoftë se të punoj është kështu. Se unë do të gova këtë mishin do gëzosh. Si në gjë se ta tregova mishin do gëzosh? Qa është kjo mami? Qa kuptimi ka? Ja. Unë t'i gova mami qa fiksimin në paktën. Fiksimi është në... Mirë më gjesi të dashur miq, u bën një 2 ditë që kur kemi hapur këtë videon, edhe nuk kemi folur. Shikoni dhe këtë zërin tim, kam patur një koll, do me thënë, ky gripi më la një koll, kështu, brapa, nuk e dim se ditë do na vazhdoj, edhe ndërkohë, nuk kemi bërë dhe ndonjë gjë kështu disa se sa të veçantë, ka rënë shumë shi edhe po bie akoma shi. Është vrentur, mjegull, nuk as edhe dëshirë për të dalë nuk të jep kjo koha kështu. Nga që kam qenë edhe në këtë gjendjen kështu, kam dashur më shumë të rri qetë këtu në shtëpi ngrohtë, edhe të shlodhem në momentet kur qetësohet edhe Korali. Këtë lejen e kemi çuar në kopësht, e kemi marrë, kemi gatuar së bashku për të kaluar atë pjesën e mbasdites, sado që Katalejan ma ka zënë gjumi në makinë kur jemi kthyer në kopshti, edhe ato po e zuri gjumi në makinë, është e sigurt që do t'i bëj 1, 2 ose edhe 3 orë, po e le. Ku ke futur ato lodlat? O drita ime ti. Bjeri, ha bjeri fjallit. Bjeri. Bravo. O gjemla ime. O gjoka ime. Tani, me qënë se hapa kamerën dhe më kujtua, mbrëm për adhurimin e një pjese të pagesës këtu në YouTube, tek një fëmijë i vogël, pra një bebe, që kishte një sëmundje, a kishte lindur me një sëmundje, në fakt nuk e lexova gjithë informacionin, thjesht sa pash pak atë rubrikën që qanin prindrit e tij dhe ishte bërë thirrja për ndihmë. U mora pastaj direkt me pjesën e dhurimit dhe gjithashtu me pakta që mund të bëja, e shpërndava në story në rrjetet e mia sociale. O zemra ime, o dritë. Bravo. Jo. Ti edhe qef ke të hash edhe nuk të hajt. Pise. Për ju që keni parë videon para kësaj, kam thënë që kemi bërë vaksinën e 1 vjetorit të Koralit dhe sot që po flasim,
ka gati 12-13 ditë që është bërë vaksina dhe Koralit përpara 1-2 ditësh i vura re disa pika të kuqe në trup, filloi nga barku, nga kurizi, pothuajse në të gjithë trupin dhe gjithashtu edhe këtej nga fytyra. Në fakt, kur Katalea pati temperaturë për afërsisht 2 ditë, i pash pak ato pikat e ngjashme, por faktikisht Korali i pati më të theksuara dhe Kataleas ju zhdukën pothuajse brenda 2-3 orëve. Dhe Katalea kuptova që e kishte nga temperatura. Dhe gjithashtu kur ja pash Koralit, mendova përsëri që Korali do ta kishte nga temperatura këto pikat. Por kur e pash që edhe ditën tjetër i vazhdoi dhe kështu 2-3 ditë me radhë, ditë e tretë më duket se është sot, që sot i ka, por i ka më të zbeta, aty u mendova që vaksina e 1 vjetorit ka fëmijë që mbas 10 ose 12-13 ditësh u shfaqen këto pika të kuqe ose roz, si të theksuara pak, por jo në formë puçrash, jo të dala mbi lëkurë, domethënë janë thjesht pika njolla në lëkurë, që nëse zhduken kur shtypen kështu, do të thotë që nuk janë serioze. Që pime, ma? Të këti mamiti. Gjithashtu, një informacion tjetër që di, është edhe që fëmijët, mbasi bëjnë këtë vaksinën e 1 vjetorit, ka fëmijë që mund t'ju shfaqet temperaturë, kështu siç po shfaqen këto pikat, mbas 10 ditësh, dhe unë mendoj që një pjesë e temperaturës te Korali, përveç gripit, që mund të ketë qenë 1 ose 2 ditët e para, mendoj që dita e tretë që pati një luhatje të temperaturës përsëri, ka qenë ndoshta edhe veprimi i vaksinës, ndërkohë që ju shfaqen pastaj edhe këto pikat që ju thash. Është bërë të avokado, drita ime, gjemla ime ti. Ate ka që mami kur kërcen ti. Jo, faqa këtu që njëherë ja shikoni të bardhë, njëherë të kuqe, njëherë shumë më të kuqe, të acaruar, është, mendoj që është kjo rjebulla, nuk e di se si quhet në gjuhën mjekësore, që e ka patur këtu tek veshi për disa muaj me radhë, edhe tek njëri nga gishtat e mëdhenj që të dora. Tani i është mbyllur fare tek veshi, se kjo është ikën edhe vjen, duket sikur mbyllet fare, po besoj te veshi i është mbyllur se nuk i është përsëritur, po bën disa kohë. Te gishti i ka ngelur kështu si e moderuar, do të thënë, as nuk i acarohet, edhe as nuk i mbyllet fare, po i ka ngelur shumë pak. Dhe besoj tani i është shfaqur tek ana e buzës, te faqa pak a shumë, siç e shikoni edhe ju, po jo te kjo faqa këtu, se te kjo janë ato njollat që ju thash, që pak a shumë i kanë ngelur. Kështu si pulla të vodka tani. Edhe këtej, herë i acarohet edhe herë jo. Por i kruhet, se shikoj që ndonjëherë e kruan. Edhe kur e kruan e acaron më keq. Di kici mami. Ta vë mami kokën cik tek Koali? Ta vë mami kokën aty? Ta vë mami? He. Ufti i kësaun. Kole. Tai. Glitnucja shumë kola. Tai. Zemla ime.
Hec me mua. Hec me motlën taj. Hec me motlën taj. Diltej, mami se. Ha mirë. Okay. Wow. Dil para, mami, dil para. Ti, ha. Tai me motlën? Luce. Kapet e dolat edhe ngrije. Ha. Tai. Bravo! Di ki që mami ty. Tai. Unglit nucja som kollaj. Si më ka ikur kjo dita sot, nuk u morë vesh fare. Kam sistemuar dhomën e vajzave, e kisha lëmë pak pas dore, rrobat që duhet të hiqja, që mendoj që nuk u bëjnë më të dyjave, më shumë tek rrobat e Koralit, dhe gjithashtu e kishin bërë edhe pak rëmuj me pjesën e lodrave, edhe kështu bëra një sistemim, pak a shumë, tani dal nga dal po afrohet darka. Në fakt, Korali nuk është se ka ngrënë shumë sot, Katalea ka qenë shumë më mirë tek të ngrënët, edhe unë hëngra goxha vonë drekën. Nuk e di tani të bëjmë ndonjë gjë për darkë tamam fikse apo jo, se është tjetër gjë kur është dhe Arseni këtu në shtëpi. Mendova të bëj një çaj dhe kur mora kavanozin e çajit, ngjitur me të, ishte kavanozi me grur, edhe kam shumë kohë që s'kam bërë ashure. Dhe kështu ja ku kam edhe kavanozin e grurit. Ndërkohë, na ka kërkuar Katalea krepa. Ti bëjmë krepa tani. Krepa të ëmbël i ha Katalea. Shikoj pingun. E kam parë që kur kam qenë e vogël, edhe tani i pëlqen edhe Kataleas. I hapa një. Tani Katalea i ka qef. Pingun, mami, pingun. Bë mamin të pilotulloj. Të pilotullohet, por të si aflohet. Pastaj, Elizi erdhi të shtëpia e Koalit dhe trokitit e dera. Ti gjetë mami ti. Kujtërë në o gjot. Knock. Drit. O shpirti im. O e bugra ime. O quga e mamit. O drita e mamit zemir. A të kisi dira di. Tak. Kush është aty? Koali? Kush është? Spirtu. Bukur Koali. E bukura e Koali. Bukla Koali.
gati mia. Bravo. Tai. Ta. Shpirti. Maria ko alit prap. O zoti i madh, kush e bë për kapse? O drita ime. Ti ke që mami të kokës të O zoti i madh. Ke më grifshe. O shpirti. Si nxehesh? Shumë o ti se hoqe. Po i bie me mamë se nuk ka flok ajo. Nuk ka floki. Ti ke që mami të syve, kur i mbyllat. O zoti. Ja, Kaleo. Ose duket kuku. Jo. Kuku nuk ali, se banaj të buna. Po duket kuku. Kush drita? Bravo. Kopoti mami. Bravo. Wanna slope a slide. Hey, jingle bells, jingle all the way. All the fun is away. Wanna slope a slide. Hey, all the feet may go. Laughing all the way. Laughing all the way. And the rest is there. And the feet we go. Laughing all the way. Jepi matles? O shpirt. Jepi matles plap. Ashtu. Jepi dhe matles? Jepi matles. Afro Katale. Katale afro. Jepi matles? Më e Katale ama sy të televizori, mami. O zoti i madh. O drita ime. Mamma, lo vedi? Shpirtim. Asi do flem gjuma, okej? Gjo. Non sto flemme due. Po, ke fjetur në qik në bazit e thinu, se edhe të një e sulti. Do flem gjuma, okej? Se koalit i flihet. Sot është e diel, edhe nuk kemi bërë ndonjë gjë të veçantë, si e diel që është.
Prita që të hapej pak koha, mbase hapej pak, do me thënë, mos të binte shi se kështu vrentur do ishte, që të nxirja ndoshta një xhiro të shkurtër Katalean dhe Koralin. Kam bërë vetëm një dush për veten në mëngjes, unë ngritëm pak vonë në fakt, rreth orës 9 ca. Planin për pjesën e mbasdites edhe derisa të na vi darka, kam menduar që të bëj disa keksa me Katalean, do t'i bëj me boronicë, më shumë po shtyen përveç se është e diel edhe të hanë diçka të ëmbël, mendova që t'i bëj këto keksat edhe nesër të marri një me vete te kopshti. Tani Katalea është edhe me drek atje te kopshti, por ka raste që e pyes, për shembull mund të zgjedhësh edhe brenda ditëve të javës, po gjithashtu edhe një javë mund ta bësh, për shembull që t'ja japësh me vete ushqimin dhe një javë mund të haj edhe atje, varet edhe se çfarë do në të vërtet Katalea, pavarësisht se Katalea është akoma e vogël për të bërë atë ndarjen e plot, se ndonjëherë është me atë mendjen më thot dua buk me vete, dua buk nga shtëpia, e ndonjëherë thot do të ha atje. Kështu javën që kaloi, ja zgjodha që të merrte nga shtëpia. Në fakt ka qenë në shtator që ka filluar shkolla. I kam dhënë shumë pak ditë me vete, sepse ka dashur që të haja atje. Shikon edhe ata shokët atje, një pjesë e tyre marrin me vete, po një pjesë e tyre zgjedhin që të hanë drekën tek shkolla. Menuja atje rrotullohet çdo 3 javë, por vendosa që edhe këtë javë që do nisi, do t'ja jap me vete. E kam përzgjedhur atje te programi, se zakonisht ja gatuaj në mëngjes drekën që merr me vete. Ku ka hipur? Ha? Ku ka hipur o dritë? Atë ka thënë mami mos e të hiq atë stolin, ose kur të luash, edhe të mbarosh, fute prap stolin, atë që mami. Se hipën ajo. Drita ime. Se mbalova. Mbalove. Më bëj kuselinë e paktën për fëmijët. Që ka e mami? Hadi. Eci. Eci mi mami. Hadi. Bravo. Bravo, këti nga mami. Ha. Si mami. Zemra ju ti kur qesh. Hajde, hajde. Më kapi Korali. Opa, kujdes. Ha, hec. Bravo! Këti mamiti. Ha? Shiko kishti. Ku s'kisti? Prit, të afroj mami të ke bërë? Ke pëldolën. Okej, dorën të ndë? Bravo. O Korali, qëlla foj së dritë? I ke përqafoj e motlën? Përqafoj e motlën, hati. Përqafoj. Afro të përqafoj motra. Zoga të mia. Adlita të mia. O dritë mami. O shpirt. Lere dhe motrën të vizatoj. Merë atë lapsin tjetër ti dhe jepja motrës atë. Okej? Hajde, Korali. Bravo. Është ai tjetri atje te kukulla. Mbrapa kukullës. Bravo. Këtë? Bravo. Kali? Tilo? Bëni prap? O kam një dia. Po afro. Kam një dia. Ke një ide. Shumë bukur. Jepja motrës tani. Na, dhe kjo është një vasko, ma. Po? Kali nuk e bët notë dhe. Do atë tjetrën. Ha jepi atë tjetrën edhe merë ti atë që lëshoja jo. Do këto se të apa. Po jo, do tjetrën. E shkon se hodhi. Ha, jepja tani.
Filip. Ja, ty. Mes dziewczyny. Nice. No to byj. Nie. Hey, what you doing on my phone? Hey! 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 Leave this alone. Just us alone. Hey! Hey! God, you're fishy. I'm ready for it. Ha. Fuck. Oh. Ra. Oh. Shpirti. Jepi më Atlas. Jepi më Atlas. Bëja. Me bëna jo. Jepi më Atlas, jepi. Jepi. Oh, Bibi mani mo, se povim Jo, Bilbili mali to, jo mani mo. Oh, Bibi mani mo, se povim pala. Du te schauen, te schauen.
Si bënte Kohali kur flinte gjumë? Si bënte Kohali kur flinte gjumë? Kësu bënte Kohali? Drita ime ti. Ashtu pa jeti pirë? Nutja ime ti. Ciao, Drit! Ciao, sta Spirit! Hajde! Me makinë, jeti aty me makinë, apo jo? Kur ke qenë të daka, të gjyshit e nëna. Mama, të lexojmë këtu. Pushimet e para të Koralit. Ishim në luklan me papi. Që po ani ju të dyja? Që u këtë mjë? Këtë lia. Nuqe. Të hajtë o biri. Që kjo tjetë la. Qok. Shpirt. Kohali. Drita ju e ti të Emilie. Si qesh. Qoka ju e ti. Hajde një qik të mami. Kok poqe. Mere arusin. Mere arusin. Mere. Bravo. Po bëni piknik? If we all wear these, we can still have your party. Dhe ajo kokën. Tu ndaj njërë ti kokën, po bëni piknik o në që? Party. Oh, Daisy, you. O zoti mat. O të rita juve. Ja ashtu mami, se e trem. Di, po kështu. Një bërti, se do kuku, kuku. Një bërdi. Një zoko, mami. Jo një bërdi, një zok në Shqip. Jepi... Të vion dhe kopës nesër? Po jepi një arush motrës. Në të vogër? Jepi atë tjetrin që kete dora aty afër. Ja e mori vetë lere. Sa t'ja e pështi, nuk preta ja. Është e zonje vetës. Më qeshu.
mirëmëngjesi, sot është e diel edhe ne jemi ftuar në një ditëlindje tek shoqja e Kataleas. Katalea tani është duke qarë se qa bere ti? Që po qanë? Bere këte? Beri shgaravina këtu tek kartolina e shoqes? Nuk e gjem, mirë, bolë qare. Se Gjasme do të shkruante happy birthday. Mirë. Korali, dhe le ta shkruajmë. Korali. Ja. Kali. Edhe Kartolina u shkrua. Tani kemi marrë një dhuratë për shoqen e Kataleas, e cila quhet Freja. Kemi marrë të fustanin. Ja, fustani. Dhe do ta fusim te kjo çanta. Se mos na shkara vite dhe Korali tani. Fusim fustanin te çanta, okay? Ta fusësh ti biri? Po. Fute. Po ne ta palosim një qiko mas. Ta palosim një qik. Po. Ja, ta palosim. Se të ti vogël. Okej? Po. Se nuk e futim në dot. Se nuk e lërë pa qanë, se na humbet. Po, humbet. Ne na bëjë Kartolinën. Na bëjë pisa, mami. Gati tani. Katalea është veshur. Edhe mami është veshur gjysëm. Duhet vesh pantallonat. Edhe do veshim edhe Koralin, edhe do të nisemi. Kam një këngë shumë të mirë, o flotu saj, por me një lirë. E më së miri e këndon edhe ti. E kam një këngë pa mahi, o edhe peja o e kandi. Në lave nga sheshi e dardani. S'kam lalo vend, po e për vend, dashurin së i kam lanë vend. Dashurin së i kam lanë vend, o në në rëmë për prizve. E mua një herë më të të një vlam, nga halëve ju bënë la, nga halëve ju bënë la. O si jeta nuk është kajma, o nuk është kajma. Tani po na vjen babi, sikoni si është veshur Nuqja. Është kjo që i ka bler Kataleas Arseni, ka qenë e vogël, në Shqipëri, tek qytetuja e ka bler. Po Katalea e ka veshur maksimumi 2 ditë, se pastaj nuk i bëri më. Arseni tani është brenda minutit, mund të vite dera, po Katalea po fle. Katalea, hajde se erdhi babi. Hajde. Shkoti babi. Shkoti babi. Kush erdhi? Kush erdhi? Papa. Papa. Ti ke që mami që ke apit. Tële. Eli papi e mbylli derën papi. Papa. Po papa. Te kësha unë. Ne. Ja, te dela. Te dela. Te dera mami. Te dera. Papi te dera. Kush erdhi? Kush erdhi?
Kur ka babi lutë? Asa ndeja s'kthej. O zemra ime. O kali babi. Ajo ti trasu ngrit. Zonë. Në gjumë ajo dhe hajte unë se po thret, se po vjen babi, hiq. Kur ka babi korali? Ha? Kur ka babi korali? Kujt babi? Babi. Baba, ja bënte tani. Në më tja. Shikoj babi fat. Po qafoj babi? Pëqafoj babi. Pëqafoj? Pëqafoj. Puqe babi? Puqe babi. Puqe? Si më babi. Catalia sheu. Catalia sheu. Hajde se ka babi këtu. Katalea? Ka babi ke lutja. Katalea? Hajde. Babi? Sa gëzon kjo tjetra? Do të marrësh kthe. Zemra, si. S'ka shumë që e ka zënë në fakt, se ti e di se kur e zë direkt atë, Lutje, ti më zemra. është la fosa ajo tjetra. Hajde këtu. Qife. Gjok. Më zemra ima. U Catalia sheu. Je më zemër? Ha? Kush ka ditë fokat? Ha? Mami. Babi? Ha? Tu